kur është 19% territorit që thot lemër fol për zhvillim ekonomik, se mendjen kë ka të parja, prandaj mbron partitë interesit. Ky mendjen e ka veç te logjika biznesore ngushtë personale, prandaj reagon këtë mënyrë dhe prandaj për veriun e Mitrovicës më fol që thot folmë për zhvillim ekonomik. Ti s'kan me lënë shku as deri në Fushë Po Kosovë. çu keni menu jo. As deri Fllatin te aeroporti keni më kthyer nga Realiteti i tillë sot nuk është ashtu fatmirësisht. Prandaj jeni tu zvogluar. Po jeni barikadu gabinesh. Po ju këshilloj sinqerisht ndrën e qasjen, sepse kështu nuk ka më pas nevojë më për zgjedhje. Prandaj zgjedhjet janë ai ka lëvizja vendosje 50% apo jo. Fal kësaj mendësie vetëm të përfitimeve të ngushta, asnjëherë pa vendosur pa interesin e vendit. Vetëm interesin personal. Po që 6 vite në qeveri, ti jetë fol dokra këtu. Jo dokra, unë po flas për sene, me më tregu ti mu për verim, shiko, me më tregu për çështjen 90% territorit të Republikës Kosovës, që s'keni pas guxim as edhe një herë të vetme, me thonë mirë e ki. Lëvizjave të vendosje edhe në kohën kur Hashim Thaçi ka qenë kryeminist. Kemi lëshu komunikat dhe kemi mbështet veprimet e qeverisë së atëhershme të zotit Thaçi, kur i ka nisë njësinë